Tokë mbjellur me plumba dhe i ndezur për shtatë trimëri. Tokë mbjellur me bura shekujve të rënë për liri. Gjohun jo dëshmor, gëzoni e gëzoni bashk me ne. Sot atë dheu i lashti shqipeve feston ditën e re. Fascinante, na fascinuat, na ngritët pesh, na... Faleminderit. Na bët të vallëzojmë, na bët të ndjejmë, na bët të ndjehemi krenar në të njëjtën kohë, të qeshim, të qajmë, të gjitha ndjesit i përjetova me këto momente sa po vallëzonit ju. Nuk dihej se cili është më i mirë nga ju, se cili më i mirë se tjetëri. Çdo moment ishit të parashikueshëm. Çdo moment, çdo kalim ishte një surprizë që as pak nuk e presja, edhe pse mendoj se i njihja këngët, i dija posaçërisht këngën e Ilir Shashirit. Jo, kjo surprizë është gjëja më e bukur që ka ndodhur sonte për mu. Bravo! Bravo! Keni qenë vërtet fantastik. Buzëqeshja juaj, energjia juaj pozitive, shkatësia, veshjet që na keni sjell, koreografia, ishin thjesht fantastike, por ajo që dua të shtoj është se sa bukur ju apo koreografi e keni sjell një variant pak më modern, pra një dans modern i përzier me karakterin popullor. Ose karakteri popullor i përzier me karakterin modern. Dhe kjo gjë është një risi shumë e bukur që ju e sollët në mënyrë tepër profesionale. Bravo ju qoftë të gjithëve. Faleminderit. Shpesh unë jam grindaves shumë, sidomos kundrejt shqiptarit. Madje kam edhe shumë momente që e kritikoj atë, duke filluar nga vetja ime në atë që ne kemi si genetik problematike e quajmë ndonjëherë. U sot me ju për pak deshqava. Nuk ja lejova vetes sepse do të bëja një konflikt me veten. Shumë faleminderit. Aq shumë më keni emocionuar sot. Për herë të parë ndoshta në gjithë historikun tim unë jam krenar që ta bëj këtë simbolin. Gjithë jemi krenar.
Përtej të gjitha emocioneve, unë kam shumë dëshirë që nëpërmjet kësaj skene, këtij ekrani të përcjell një mesazh ndryshe. Brezat që do të vinë më mbrapa do kenë fatin dhe kënaqësinë të kërcejnë në skenë, po do këndojnë për një popull Facebooku dhe popull Sharës, kurse ju keni fatin e madh që këndoni për shqiptar të rima, të besës dhe burra. Dhe në prag feste, unë di të them se të gjithë shqiptarët, pa dallim feje, krahine dhe ideje, duhet të kuptojnë mirë rolin dhe misionin e qëndrimit të Inkombi, që do të thotë, unë dhe ti jemi ne, duhet të duam njëri tjetrin. Është pasuria më e madhe. Bravo. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. E shoh Jurin që është duke komentuar dhe me siguri është momenti për të lënë kariget, për të lënë atë, le ta quajmë sa do pak reati, sepse unë e di vërtet që nuk është reati, por backstage na pret salla jonë e mbledhjeve, aty ku Juria mblidhet për diskutuar dhe për të vendosur unanimisht rreth grupit të dytë. Kemi ndjekur 5 konkurrent, 5 performanca shumë të bukura në këtë pjesë të dytë të kësaj gjysmë finale të fundit dhe Juria ka radhën tani për të vendosur cilët do të jenë 2 emra që do të vijnë garën. Na duhen 4 emra prej të cilëve goni vetëm 2 janë zyrtarisht finalistët. Unë i shoqëroj, e di pse, jo se ju kam merak, po i shoqëroj se jemi nga Tepelena. Përveç kësaj. Jemi nga Tepelena. Përveç kësaj. Jemi nga Tepelena. Okej, jemi nga Tepelena, po kemi nevojë edhe për jemi nga Tepelena. Hajde goni të lutem. Po këta. Nuk e di çfarë na ndodhi këtë herë. Jemi nga Tepelena. Çfarë kemi këtu? Tepelena. Prapë vështirë, ha? Prapë vështirë. Ju nga Tepelena se keni taksativet ju dhëmbi këmbë duke ecur. Jo, po ka solidaritet. Ne shtrëngojmë dhëmët e po të na dhënë. Vokal fantastik. Vokal vendimin tim Prisja e ka nisur goca hëmi. Po përqendrohuni tash. Ashtu. Material i papërshtatshëm për vokalit. Jam shumë dakord, po zë shumë i mirë. Po. Zë shumë i mirë. Mirë, po nuk e nxorim më të mirë nga vetja. Edhe mirë shumë. Po, simpatik. Po. Shumë i mirë. Më pëlqeu shumë. Në mënyrë të veçantë, kurse ky repetitiv, nuk solli asgjë tjetër. Bravo. Shumë repetitiv. Të njëjtat xixa magjike. Mirë ishin. Këto shumë energji, Shumë magji, shumë energji, Shumë energji. shumë atmosferë. Jo më na preku, u për pak të shqava me këta me vërtet. Shiko, e fillojmë njërë me këta që për mendimin tim janë 100% për t'u kaluar dhe pastaj vendosim tjetrin. Edhe për mendimin tim tani. 99 Elsa. 99.99, kështu ka qenë. Po. Mirë. 99.99. E vendosim? Po the ti, po ngeli për 1%-in. Edhe une. Edhe une. 1%. Vaja Delina. Ja, se varun. 1%. Kurse, këtu Ja të vija Delina se thotë që pasim prapa shpinës. Po, ajo e di, jemi dakord mbi atë element që nuk solli asgjë të re. Tash është më vështirë. Heqim. Jemi përsëri thamë edhe një tjetër që elementi këngë i mungon pak. Eksakt. Finales. Jam me kësaj edhe kësaj. Kështu që heqim dhe këtë që nuk është elementi dhe kemi këta 2 elementet që na mungojnë këngë. Mirë po, nga këta të 2 Regres, unë mendoj që kishte regres. Jam dakord. Kurse ishte jambë, më pëlqeu. Castro, vendos. Jepja Castro. Ti je nga Gjirokastra, nga Korça, nga Tetova, nga Tirana, nga Tropoja, nga Shkodra. Ti je nga gjithë Shqipëria. Vendos, Castro. Unë jam një shqiptar i pastër. Unë jam i përzier. Opa. Edhe unë jam. Këti piku në shtëpi, njerëzit nga shtëpia dëgjuan intensitetin e goditjes dhe unanimitetit që thot që ky vendim ishte unanim. Ne unanim jemi një frym, kemi frym si Juri. Na ka çdo gjë mund të thënë bukur, por ke thënë që Juri me kimit jashtëzakonshme e mine dhe unë e kam vlerësuar dhe e kam shijuar. Bravo. Dy gocat ju i thonë. Vajza tani. Po, themi netën. Okej. Ne miq ndjekim kolazhin që na rifreskon memorien çfarë kemi ndjekur në këtë grup. Teksa Juria pozicionohet në vendet e tyre, është momenti që zyrtarisht të mësojmë emrat e atyre që kalojnë këtë garë dhe vetëm pas pak në skenë bashkë me ne për të mësuar verdiktin e jurisë. Çfarë vendosën këtu? E jeni.